Në prag të sezonit të verës është zhvilluar mbledhja e Komisionit të Mbrojtjes Civile të Qarkut, e thirrur nga prefekti i Qarkut Korç, Nertil Jole. Qëllimi i mbledhjes ishte përcaktimi i masave dhe punëve parapërgatitore për menaxhimin e emergjencave gjatë verës, me fokus të veçantë në parandalimin dhe përballimin e zjarreve. Koordinimi me Agjencinë Rajonale të Zonave të Mbrojtura është po ashtu i rëndësishëm, sidomos në zonat që mbrohen nga këto struktura, dhe koordinimi edhe me institucionet e tjera, me policinë e shtetit dhe me çdo institucion të përfshirë, është po ashtu kyç edhe i rëndësishëm. Kemi problematik për zonën e Pustecit, nuk kemi mjet për liqenin, kemi bërë kërkesë, besoj do na sillin një, kemi kërkuar një mjet të vogël që të jetë operacional dhe do përdorem nga kontrakti që ka me kryetarin e bashkisë për plazhe apo për aktivitete tjera turistike. Në krahasim me vitin 2023, vitin e kaluar ka pasur një shtesë të ndjeshme të mjeteve dhe forcave të angazhuara në 2 raste të rëndësishme, duke treguar përmirësim në kapacitetet reaguese të strukturave të mbrojtjes civile.